Me datën 9 dhjetor 2025 u bë hapja solemne e rrugës që lidh Hotin dhe Grudën, përkatësisht fshatrat Skoraq dhe Kshev. Iniciator të këtij projekti ishin grupi punues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i përbërë nga Marki Vezaj, Nikolas Sinishtaj, Driton Sinishtaj, Nrek Gjolaj dhe Vasil Kalaj, të cilët u angazhuan në realizimin e këtij projekti në bashkëpunim me komunën e Tuzit. Përmes angazhimit të diasporës, nëpërmjet një fushate donacionesh janë mbledhur mbi $217.000 amerikan, ndërsa komuna e Tuzit ka investuar rreth €550.000 për realizimin e këtij projekti infrastrukturor. Në ceremoninë solemne morën pjesë kryetari i komunës së Tuzit me bashkëpunëtor, përfaqësues të jetës politike dhe institucionale, përfaqësues të klerit, anëtar të diasporës si dhe bashkëvendës të shumë të Malësisë. Hapja e rrugës u shënua me prerjen simbolike të shiritit, e cila më pas u shoqërua me një koktej modest për të pranishmit. Hajde urime, qoftë për hajër kjo rrugë e të gjitha të mirat. Hajde utroj, soti e qoftë për hajër e me hijet mirë. Faleminderit shumë, urime. Sot në njëhjen e deqicit legjendar, këtij mali që mban në gjoksin e vet kujtimin e shenjtë të flamurit të parë shqiptar, të ngritur pas shumë shekuj shrobërie, na po festojmë jo vetëm hapjen e një rruge, por hapjen e një kapitulli të ri për këtë pjesë të treves së Malësisë. Kjo rrugë që po e inaugurojmë nuk është thjesht një shtek që lidh dy male, por është një urë që lidh njerëzit, historinë dhe traditat që na bashkojnë në këtë troje të lashta. Kjo është një dashmi e qartë se kur bashkëpunojmë jemi më të fortë dhe asnjë pengesë nuk është e pakalueshme. Për shumë vite me radhë është tentuar të ndërtohet kjo rrugë, por ka munguar mundësia, koha dhe vullneti. Sot për mua, e besoj edhe për secilin prej jush, është një ditë gëzimi dhe krenarie, që një ëndër e dikurshme u bë realitet. Rruga që po përurojmë lidh dy male, Grudën dhe Hotin, konkretisht fshatrat e Kshevës me Skoraqin. E kjo do të lehtësojnë qarkullimin e banorëve të këtyre anëve, duke i afruar më shumë njerëzit me njërin tjetrin. Prandaj ky projekt nuk është thjesht një investim, por edhe vazhdimi i historisë, një ndërim për të kaluarën dhe një premtim për të ardhmen. Mirënjohje të thellë për të gjithë donatorët në diasporë dhe nga të gjitha viset shqiptare brenda dhe jashtë kufive shtetëror. Ju falenderojnë nga zemra që na ndihmuat dhe na besuat për ta përjetësuar këtë projekt. Faleminderim të përzemërt për komunën tonë dhe udhëheqjen e saj, e në veçanti kryetarin Lindon Xhelaj, i cili na ka informuar rregullisht për ecurinë e punimeve. Ai ka dëshmuar se kur fjala dhe puna ecin bashk, rezultatet nuk mungojnë. Mirënjohje gjithashtu për nën kryetarin Ivan Ivanaj, sekretarin e sekretariatit të urbanizmit Leki Vezaj, si dhe shefin e kabinetit Drita Sinishtaj për mbështetje dhe bashkëpunim. Një falënderim i veçantë shkon për zëvendës kryeministrin dhe ministrin e zhvillimit ekonomik zotin Nik Xheloshaj për përkrahjen e vazhdueshme dhe gatishmërinë për të qenë gjithmonë pranë projekteve që sjellin zhvillim dhe mirëqenie në Malësi. Falënderimi i posaçëm shkon edhe për pronarët e tokave, të cilat kanë lejuar hapjen e rrugës në përtrollet e tyre, qyshën nga kalajt e deri në Skoraq për të mirën e përbashkët. Në përshëndetje të veçantë meriton punëmarrësi Franz Gjokaj, i cili me profesionalizëm e ka hapur këtë rrugë dhe ka punuar më tepër se sa ishte parashikuar në kontrakt.
Në këtë ditë solemne shpreh falënderimet më të sinqerta edhe për grupin punues, organizatorët e këtij projekti Ndrek Gjolaj, Vasil Kalaj, Driton Sinishtaj, Nikolas Sinishtaj, Elon Markivezaj, të gjithë kemi punuar me vullnet dhe sinqeritet për të bërë realitet një ndër të kaheshme të banorëve të kësaj ane. Veçanërisht dua të falenderoj Nikolas Sinishtaj, i cili ka punuar me përkushtim dhe ka menaxhuar për platformat e ndryshme sociale, duke informuar publikun për fondet e mbledhura dhe progresin e punës në terren. Të nderuar, sot po inaugurojmë jo vetëm një rrugë, por po hapim një etapë të re zhvillimi dhe bashkëpunimi, me shpresë se kjo rrugë do të shërbejë jo vetëm banorëve të Hotit e të Grudës, por gjithë Malësisë, duke afruar njerëzit edhe më shumë me njëri tjetrin. Kjo rrugë është dëshmi se kur bashkohet diaspora me vendlindjen, asgjë nuk është e paarritshme. Uroj që edhe projektet e tjera që do të ndërtohen në të ardhmen të jenë po kaq të suksesshme dhe që bashkëpunimi i përbashkët të vazhdojë. Se vetëm të bashkuar mund të çojmë Malësinë tonë të dashur drejt zhvillimit e përparimit, duke i siguruar një të ardhme më të ndritur banorëve të saj. Kjo rrugë qoftë e mirë për çdo kalimtar të Malësisë dhe për çdo udhëtar që të kalojë nëpër ta. Rënoft diaspora, rënoft Malësia dhe rënoft populli shqiptar kudo që janë. Përshëndetje, malet e mia. Mirë se u gjeta gjaku em shqiptar. Mirë se gjeta nan Malësi. Të nderuar të pranishëm. Mirë se jem bashkuar në pasdecicin legjendare, në skenën e lavdishme të historisë tonë kombëtare. Në fjalët e të mallit Gjergj Fishta, që gjeti inspirim në këtë popull dhe në këto male kreshnike, po ju thom me plot bindje. Si premtua kisht Perëndia, prap zojëm veti duel Malësia. Në emën të grupit të punës së rrugës Deçicit, unë së bashku me Markivezaj, Ndrek Gjolaj, Vasil Kalaj dhe Driton Sinishtaj, ju baj mirë se ardhje dhe ju falenderoj për mbështetjen në këtë projekt të rëndësishëm dhe shembull bashkëpunimi mes diasporës dhe komunës së Tuzit, që për herë të parë në histori lidh Hotin dhe Grudën në malet e Malësisë me rrugë automobilistike. Por falenderimi ma i përzemërt i kushtohet popullit të Malësisë, që i qëndron besnik atë dheut dhe tokës së parve. Ju jeni ata që gjatë sfidave, gjatë luftnave dhe gjatë vështirësinave qëndruat në këtë tokë të shenjtë dhe në këto male kreshnike të pagzuame me gjakun dhe me diesën e të parve tanë. Ju pas Malësia dhe paçi ner e lavdi brez pas brezit. Sepse mos të ishit ju, s'kishim me pas pse me vepruar, e ju e keni meritën më të madhe. Kjo rrugë plotëson një ëndër shumë vitesh, e banorëve aktual së bashku me bashkëvendas të mërguar në përbot. Ardhja e forumit shqiptar në pushtet, në pruni kohën e duhur e bashkëpunimit për projektet të tilla me diasporë. Një kohë që e prit me dëshirë dhe për çka jem shumë falenderues. Në veçanti e falenderoj zëvendës kryeministrin Nik Xheloshaj, kryetarin e komunës Lindon Gjelaj, sekretarin e urbanizmit Leki Vezaj, nënkryetarin e komunës Ivan Ivanaj dhe shefin e kabinetit Drita Rukaj. Ne ju gjet me derën e hapun për bashkëpunim dhe pat me besim në realizimin e këtij projektit që do të zhvilloj jetë dhe përparim në këto male. Ju mirënjohim dhe ju falenderojmë për mënyrën profesionale kushtua këtij projektit. Lindon, faleminderit shumë. Gjithashtu, me lejoni që të falenderoj kontraktorin e punës, kreun e firmes Franco Kompani, Franzeli Gjokaj, që i ka te i kalua pritjet tona dhe bani një punë të shkëlqyeshëm dhe kvalitative. Fran, nuk di ku je, por faleminderit. Me të vërtet je burr Malësiet. Si çdo fillim, na u desht mu përballua me mundësitë e suksesit të këtij projektit.
Duke konsiderua opinionin publik, grupi i punës u përpjek për ta prezantua projektin në mënyrë më transparente. Për këta du me falenderua TV Bojinin, në veçanti Sandra Bojaj dhe Mark Ujkaj, për incizimin dhe transmetimin e projektit në rrjetet të ndryshme. Besoj që kjo ishte një faktor i rëndësishëm i suksesit tonë. Kërkuam mbështetje me fushat nga donatorët dhe na u përgjigjen me i bujari të pa krahasueshme. Për 26 ditë u te i kalua fushata dhe brenda vitit filloi dhe përfundoi ky projekt. Dhe për këtë duhet të shfrytëzoj rastin t'i falenderoj nga zemra të gjithë donatorët për besimin dhe për krahjen, zemërgjanësive e juve i la jetë dhe prosperitet kësaj zonë. Së fundit dua edhe banorët e Skorraqit me i falenderua që e përkrahen këtë projekt duke lejua aksesin në për toknat e tyne për realizimin e këtij projektit. Me këtë gjest e kini përcjell dhe vullos marrëdhëniet dhe dashnin e trashëguam prej të parëve tonë brez pas brezit, si çdo herë gjatë historisë i treguam njëri tjetrit dhe malësisë se jemi unik dhe të bashkuam në çdo aspekt, paçi faqen e bardhë. Qoftë për hajër kjo rrugë, e gëzoft hoti, gruda dhe tanë malësia, qoftë hije mirë dhe letë shërbej si shembull bashkimit dhe zhvillimit. Ju falenderoj dhe ju mirëprisim të gjithëve në Belveder pas ceremonisë. Gjithmonë u takoshim për rastet të tilla. Rënof malësia dhe rënof populli shqiptar. Komuna e Tuzit vitin e kaluar e ka pas buxhetin, do më thonë këtë vit faktikisht, se jemi duke përgatitur buxhetin e vitit 2026, 9.6 milion euro. Në atë buxhet, për pos kësaj rrugë, që po inaugurojmë sot, se vlera e kësaj rrugë për komunën e Tuzit, do më thonë, është rreth 550.000 euro, plus investimi që ka bë diaspora në hapin e kësaj rrugë, por jo vetëm këtë rrugë, por ne kemi punuar ujësillse, kemi punuar parse, kemi punuar renovimet centrave të kulturës, kemi punuar në gjithë përfshirjen e rregullimit komunëson. Me gëzon fakti se para jush, e kom thënë edhe në debat publik, para disa ditëve, buxheti i komunës Tuzit për vitin 2026 është 13 milion euro, do më thonë 12.985.072 euro. Ky buxhet tregon se komuna e Tuzit nuk ndalet së zhvilluari. Do më thonë, ne do të vazhdojmë të zhvillojmë komunën e Tuzit me projekte të reja, me rrugë të reja, me ujësillsa të ri, do më thonë, me projekte cilat do të çojnë përpara sistemin e funksionimit të komunës sanë edhe çdo banorit këtu. Në emër të këtyre projekteve që janë realizuar dhe do të realizohen, unë dua nga zemra t'ju përshëndes gjithëve dhe ju premtoj se ne nuk do ndalim ta zhvillojmë komunën tonë. Faleminderit dhe kaloshi mirë. Falenderoj së pari TV Bojinin, që është dritarja e malësisë. Do me thënë, në përmes Bojinit e shofim këtë vend kaq të bukur që e kemi për zemër. Do me thënë që ka herë përmetet kjo rrugë në diasporë. Njerëzit që kanë lindë këtu, që maj men, unë jam 39 vjeç, e besoj që tash 30 vjetë maj men se është përmend kjo rrugë. Njerëzit kanë pa nisëllën atë kohë pakën rrugë këtu as pak, me renovuar shtëpiat. Kjo pas me jetë me krynç, shtëpia e Zeks i Vezaj, që është me bandimin dhe të rrit, aja është kanë maj pari që ka renovuar shtëpinë këtu, por si rrethanat e vetit që ishin, nuk ishte mundun me qilë këtë rrugë. Çdo herë që ka marrë në vizitë në Malësi, jam mundua me dalë me pa tokën e të parve, dhe vërtet se ajo mas fortit më ka motivua. Do me thënë, maraku i djesës dhe gjakut të parve që e kanë ruaj këtë tokë gjatë okupimeve të ndryshme.
Kjo mu më ka motivuar mas fortit. Na erdhë kohë e duhun me ardhjet forumit shqiptar në pushtet, e gjetë me i partnerën ta, ata ne hapën derën dhe u bashko me disa njerëz serioz në Amerikë për me marrë përsi për këtë punë. Një prej tyne është Mark Frani i Vezaj, nga New Yorku, Nreka Gjolaj, Vasel Kalaj dhe Driton Sinishtaj. E murme me seriozitet dhe u munuame që para publikut me dalë në mënyrë ma transparente. Ashtu që na përkrahi malësia, si këtu, si atje, donatorët na u përgjigjen në një mënyrë shumë bujare dhe për 26 ditë i kemë bashkua ma se $217,000 për këtë rrugë. Gjatësia e rrugës prej në Kalaj e deri në Carinaj është dikun rreth 5 km e gjys. Pastaj Eles Korraci e ka punua pjesën e tyne atej, do me thënë krejtësisht rrugë e re janë afër 7 km. Kjo është i zonë që dikur është nga në landën Mazdoret, dikur është dasht ndoshta krejt ditën me kushtua, me ardhë me i pa këto shtëpijat tona. Tash, e qysh se është nis hapje e rrugës, janë renovua disa shtëpia prej mërgjimtarve, që këtu në këto livade i ke 3 shtëpia të renovuame prej mërgjimtarve. Atje në altë e ke një, gjaja kryesore që i kemë ba me këtë rrugë, i kemë lidhë 2 fshatna të banuame, Kshevën e Eles Korracin. Do me thanë, kanë akses tash me njëri tjetrin, nuk kanë nevojë mu ullë atje në fushë me dalë, por e kanë aksesin këto 2 fshatna që e kanë një historit përbashkët, edhe besoj që i kemë ba një punë shumë të mirë, edhe kemë me punu një drejtim me zhvillua këtë vend. Do me thanë, kemë shumë idejna se rasisht njerëzit e kësaj zonë gjindën në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemë folë për projektet ekoturizmit, agroturizmit, do me thanë që janë do ideje të zhvillua dhe ma mërmenja që fort shpejt kanë mu pa frytet e kësaj rrugë. Juve u falenderoj, shumë faleminderit në intervist, edhe e past për hajrë hoti grude e tanë malësia këtë rrugë. Uftoj juve që jini këtu në malësi, që delni ka i herë me pa këtë vend, jo larkë prej këty ku jam vetë është maja e Deqisit, maja me lavdishme e historisë e malësisë, ku është gritë flamuri shqiptar për herë të parë mas 500 vjetë sundim. E besoj që kishit me ba mirë, me ardhë me pa këtë vend kaq historik që është e la me gjakun e lavdisë herojve të kombit. Faleminderit për intervistën, do të përshëndes gjithë qytetarët e komunës Tuzit, por njëkohësisht do të përshëndes edhe diasporën tonë, e cila me endje pret këtë realizim projekteve, por jo vetëm këtë, por edhe projekte të tjera. Rëndësia e kësaj rrugë është përpos asaj rëndësisë historike e cila u cek në fjalimet, domethënë lidhë dy male këtu në komunën tonë, është edhe një rëndësi tjetër se përmes kësaj rrugë ne do të ringjallim, domethënë vendet cilat një kohë të gjatë, domethënë nuk ka funksionu komunikacioni dhe s'ka pas rrugë. Jo vetëm kjo, por është edhe i rëndësi e veçantë se gjithë ata cilët dëshirojnë të zhvillojnë turizmin malor, tash e kanë mundësinë më të mirë, domethënë kanë rrugën funksionale dhe këto shtëpiat e vjetra, domethënë që gjenden këtu, ata mund t'i renovojnë dhe pse jo këtë bukuri natyrore ta kultivojnë edhe më shumë se që është kultivuar deri tani. Mund të mësojmë se cila është vlera që ka investuar Komuna e Tuzit në këtë rrugë? Komuna e Tuzit në kontinuitet investon, do më thënë jo vetëm në rrugë, por edhe në projekte tjera. Ne këtë vit kemi punuar, kemi hapë rrugën cila është ndrume, kemi punuar rrugën në Dinosh, kemi punuar Ujësielsa, kemi punuar parse për fëmijë, jemi duke punuar aktualisht edhe parkun për fëmijë në Dinosh, kemi renovuar qendrën për kulturë, jemi duke punuar rrugën 2 milion euro e cila lidhë, do më thënë pejtë kthesat e kisha e cila shkon deri tek
deri në rrugë të Hotit, edhe shumë projekte tjera cilat për momentin ndoshta nuk po më kujtohen, por kjo vlerë, domethënë aktualisht kjo vlerë e kësaj rrugë domethënë është rreth 550.000 euro, domethënë saktësisht nuk e di për momentin, por rreth 550.000 euro. Kështu që jo vetëm kjo rrugë, por edhe projekte të tjera të cilat do të realizohen aktualisht në komunën e Atuzit është duke realizuar projekte me vlerë mbi 4 milion euro. Domethënë sot në komunën e Tuzit janë duke realizuar vlera e projekteve mbi 4 milion euro. Sot kemi nënshkruar kontratën e rrugës e cila do të punohet në pjesën e Vranes. Nesër nënshkruajmë kontratën, domethënë vlera e kësaj kontratë ka qenë 250.000 euro. Nesër nënshkruajmë kontratën tjetër 270.000 euro, domethënë për punimet të rrugëve dhe në qendër të Tuzit do të rregullohen hapësirat, rrugat dhe parkingjet e shumë projekte tjera të cilat do të realizohen në komunën tonë. Mirë, dhe cili do ishte mesazhi për bashkëvendasit që do të përdorin këtë rrugë? Mesazhi për bashkëvendasit dhe për krejt qytetarët e Malësisë dhe normal edhe për bashkëvendasit tanë cilët jetojnë në Shtetet e Bashkuara apo në Mërgim, duhet të them se komuna e Tuzit edhe më fuqishëm do të vazhdojë të zhvillohet, edhe më fuqishëm do të realizojmë projekte të cilat i kemi në procedura dhe jam i bindur se kemi përdor atë thënien Malësia po ndryshon, jam i bindur se Malësia ka ndryshuar, por në të ardhmen do të ndryshojë edhe më fuqishëm. Kështu që komuna e Tuzit do të vazhdojë të kultivojë vlerat pozitive për çdo qytetar në territorin e saj. Së pari ju falemderoj juve si televizion Bojnë që gjindin në çdo aktivitete që zhvillohen këtu në Malësi. Sa i përket motivimit, dihet se na kem lindë e jem rritën në këtë vend këto, e kem pa se është arsyeshme që të marrim edhe na e të angazhohemi, të punojmë edhe në rrugën si që punuan gjithë kur që ju banë që në Malësi. Dashuria për vendlindje, ajo nuk ka kufi. Sa jeni të kënaqur me punimet që janë bërë në këtë rrugë? Jemi shumë të kënaqur, kanë bërë duke filluar prej punëmarrësit që ka bërë hapjen e rrugës me zotin Fran Gjokaj, si edhe me asfaltimin që e ka bërë komuna, jemi masë të kënaqur, a bërë një punë mrekullueshme, për ata e uroj që edhe komunën që të vazhdojmë e të bajnë këso projektesh dita ditës edhe me shumë që të ndërtojnë dhe të zhvillojnë Malësinë. Se vetëm kështu mund Malësia të përparojë. Të gjithë, ne që jemi në diasporë, të gjithë ata që kanë lindë këtu e janë shkollua, janë edukua, mos të lanë mbrapa këto vende pa marrë parasysh, hot, grud, Malësi, kudo, që të angazhohen edhe ma tepër të punohet në këtë Malësi, se këtu kem lindë, e këtu kem atë dashnin. Ne jetojmë atje, e punojmë atje, por me zemër jemi këtu. Mirë, faleminderit. Faleminderit edhe juve, e urojmë suksese, ju jeni një dritare e madhe për ne mërgjimtarët, se jo vetëm për neve, por edhe për fëmijën tanë, për gjeneratat e ardhshme, që e shohin, e gëzohen kur e shohin televizionin toj. Ju faleminderit shumë. Ky projekt vlerësohet si një shembull i bashkëpunimit të suksesshëm ndërmjet të diasporës dhe komunës së Tuzit në funksion të zhvillimit të infrastrukturës të përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve të Malësisë. Aynı mı?